hyre në firma VIP për famë apo për ta sfiduar veten? Për të sfiduar veten. Kush ka qenë personi më falso brenda firmës? Ka pas dy, Sara Karaj dhe Romir Zalla. A ke bërë ndonjë aleancë vetëm për lojë? Asnjë. Cili debat të ka lënduar realisht? Debatet me Indrën. A mendon që produksioni ka favorizuar dikë? Po. Kush e meritonte më pak të ishte aty? Këtë gjë nuk mund ta them, sepse mendoj që secili e meriton, secili person që është aty brenda ka një bagazh që sjell me vete dhe një arsye për të qenë aty. A ke pendes për ndonjë fjalë që e ke thënë? Jo. Kush të ka zhgënjur më shumë në firmë? Mua më kanë zhgënjur njerëz që janë pak më të mëdhenj në moshë, edhe prisja që të kishin pak, le të them, një çështje më të pjekur me të tjerët. Janë shumë persona, po njëri nga ata është Romir Zalla, Indër Shiroka. A ke përdorur jetën private të banorëve për lojë? Jo. A mendon që njerëz jashtë të kanë keq kuptuar në ndonjë situatë? Në shumë situata. Pse përmende burrin e Sarës në debat? Unë nuk e kam përmendur burrin e Sarës asnjëherë në një debat. Sara ka përmendur vetë burrin e saj në një tregim, të cilën unë ja kam përsëritur dhe ajo më ka pyetur pse ti e njeh burrin tim dhe unë jam përgjigjur po, ndoshta. Kush të dukej më i rrezikshëm si lojtar? Asnjë tepër të lexueshëm. Pse e quajte vendim personal largimin tënd? Sepse pash rrethanat në cilat unë gjendesha, arsyet e mia, pse unë isha në fermë, shumë gjëra që unë i kam lënë dhe jashtë, jetën time shumë banorë thonë ne nuk imagjinojmë do të dalim nga ferma. Unë faktikisht momentin e daljes e prisja plot dëshirë për shkak sepse unë kam një jetë shumë të bukur jashtë. Ishin disa faktorë që unë vendosa dhe thash, okay, rrugtimi im duhet të mbetet si një rrugtim i bukur në kujtesën time. Ndaj dhe ndërpreva. A mendon që zhurma të ndihmoj apo të dëmtoj në publik? Me sa kam parë unë, le të themi materialet që janë publikuar, mua nuk është se më ka bërë dëm apo më ka bërë mirë. Në momentin që unë jam të cënuar, unë e kam parë që kam ditë ta mbroj veten time shumë mirë. Mund të kisha bërë dhe më shumë, por kjo është ajo që mua më karakterizon. Unë jam shumë e përmbajtur nganjëherë. Ose e kursyer. Kush mendon se luan më pisët në ferma VIP? Romir Zalla.